now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this. More, much more than this, I did it my way. Heshti dhe një zë I madh I skenës shqiptare. U shua një jetë, por mbeti gjallë një univers I tërë kujtimesh, rolesh dhe emocionesh të pashlyeshme. Në moshën 71 vjeçare, u nda nga jeta Enver Petrovci, aktor, regjizor, profesor, por mbi të gjitha një ikonë e teatrit dhe filmit. Ju kam ra tam ditën. Ju ka një zoni deri në Prishtinë. Petrovci nuk ishte vetëm një interpretues, ai ishte frym, ai ishte një shkollë në vete. Në çdo rol të tij, publiku gjeti shpirtin e vet, gjeti pyetjet e përgjigje, gjeti dhimbje e shpresë. Në skenë, ai nuk luante, ai jetonte. Ett man blir një televizor. Një telefon. Si profesor dhe themeluesi I Fakultetit të Arteve në Prishtinë, ai u bë udhërrëfyes I brezave, duke mbjellë tek të rinjët dashuri dhe përgjegjësi për teatrin. Brezat e sotëm dhe ata që do vinë do të kenë gjithmonë pranë, si një dritë që nuk shuhet, shprehet Besim Rexha I pjesëmarrës në mbledhjen komemorative të organizuar nga Teatri Kombëtar I Kosovës, Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, Fakultetit të Arteve dhe Qendrës Kinematografike të Kosovës. Çka them në këtë ditë kur fjalët vërtet nuk janë ato që shprehin kretat që po përjetojmë me rastin e ikjes në mëqim të profesorit, aktorit, pedagogut tonë të madh. Është një rivit cili I ka pa vetës vend historinë e aktrimit, është një rivit cili I ka pa vetës vend në historinë pedagogjike të Kosovës. Është një rivit cili bashkë me të ndjerin Faruk Begollin kanë themeluar në ditë të vështira teatrin e Dodonës, kur u bë shkollë e madhe e aktrimit shqiptar, dhe jo vetëm e aktrimit, por edhe rezistencës kombëtare aso kohe. Po ashtu, me njëherë pas luftës në Fakultetin e Arteve, si pedagog, dhe si që tha edhe në këtë mbledhje të sotme komemorative, nga të gjithë folësit, nga studentët, nga kolegët e tij, ishte jo vetëm profesor, ishte njeriu I cili falte dashuri, ishte njeriu I cili dhuronte dijen e tij, ishte njeriu I cili pa rezervë, artikulante gjithë atë përvojë të madhe të tij jetësore. Ishte njeriu I cili para së gjithashtu kishte të rëndësishme të artikulante të vërtetën artistike dhe jetësore për njeriu pa kompromis. U tha se ishte edhe I vrasë në sinqeritetin e tij, dhe nuk është kjo vlerë, pikërisht në atë sinqeritet, pikërisht në atë haptësi, pikërisht në atë guxim. Ne shohim një figurë që është emblem, figurë emblematike e aktrimit, figurë emblematike e ligjerimit për aktrimin, po edhe si prind,
si që pa, si që dim ne që ishtim kolegë me te, ma shumë se 25 vite, e njohim të tillë. Dhe besoj, si që kam thënë, edhe kohët e fundit her pas herë se figura e tij nuk do t'i nështrohet dhëmbit të kohës. Dhëmbi i kohës nuk do të arrijë që ta zhbëj figurën, përkundrazi koha do t'i ngrisë një monument të madh artistik, ashtu siç ai ngriti personazheve të tij të veprave artistike të cilat i luajti si nga drama e përbashme, ashtu edhe nga drama jonë kombëtare. Sot, kur perdet bien mbi jetën e tij, ne do ndjejmë boshllëk të madh, shprehet Fadil Hysaj, por ai shton se arti që la pas do të mbetet për jetë dëshmi se Enver Petrovci ishte dhe do të mbetet pjesë e pandare kujtesës son kulturore. Mosprania e tij mendoj që ka me qenë një humbje e madhe për brezat e ri, sidomos dhe për ata që kanë mësuar prej tij shumë. Enver Petrovci ka qenë reformatori më i madh i aktrimit shqiptar. Mendoj që nëse sot ka aktorë të mirë në teatr dhe në kinematografi, janë fryt i një punës të jashtëzakonshme pedagogjike që ka bërë me ta dhe ka kriju një model të ri të aktrimit, kur personazhi është një person tjetër, aktori është një tjetër, dhe një mënyrë detyrimi e aktorit është me përparsu një kënd që nuk është ai. Këtë lloj modeli të aktrimit qetë për tokë, si ka ditë me thonë ai, pa ekstaz, pa emocionet, pa cilat mund me qenë pa organizume, kanë kriju një taban, një bazament krejtësisht të ri të aktrimit shqiptar. Nisoj puna e tij si pedagog, sidomos ka sjell një model krejtësisht tjetër dhe ka avancuar shumë në këtë nivel dhe në këtë plan i kemi shumë bosh. Natyrisht është edhe periudha e viteve 90-ta. Unë kam qenë me ta në krijimin e faktisht fakultetit të arteve, këto ose do të degëve të reja në regji, në dramaturgji, në kinematografi, por tjera aktrimi ka ekzistuar edhe më herët. Por do të thotë krejt ajo përvoje që kemi pasur si mëdhanje, ka qenë një periudhë që mendoj e ka kriju brezin që sot është brezi më i mirë që ka pas historia e teatrit shqiptar. Mendoj që ai personaliteti i tij si njeri, po sidomos si artist, mendoj se do të ketë nevojë edhe për pak kohë për me njohë pak më mirë, edhe në një mënyrë me përjetësu si model qësh ka ba sidomos me Bekim Femiun, i cili ka pas kult punën e madhe, ai nuk ka besu në talent, ka besu në punën e madhe, e Enver Petrovci është e kundërta, ai ka besu shumë talent. Edhe, por natyrisht ka kërkuar edhe me punu shumë. Kështu që secili artist i mirë i këtij veni ka nevojë për një lloj portretim artistik. Duhet me ba, sepse njerëz po shkojnë, po harrohen çka kanë bërë ata, për mënyrë jemi shumë jo mirë njësë ndaj asaj që kanë bërë për këtë vend. Mendoj që kemi nevojë si popull për me qenë më shumë mirë njësë, jo glorifikus, patetik që është dim me qenë për njerëz ditën kur ata shkojnë në botën tjetër, ose për një javë. Mendoj që kemi nevojë atë lloj trashëgimie, këtë rast shpirtërore, sepse nuk është trashëgimi letrare, nuk është trashëgimi si artistëve tjerë që e lanë veprën mrapa dhe ajo i mbijeton ata. Artistët e skenës, sidomos, janë artistë tragjik, sepse veprat e tyre, personazhet e tyre nuk ekzistojnë. Me që janë vetëm kujtesë, është mirë që ajo lloj kujtese të një mënyrë të shënohet, të përpunohet, edhe të metet e gjallë. E Kushtrim Sheremeti, drejtori i përgjithshëm i Teatrit Kombëtar të Kosovës, tempull për të cilën dha shumë Petrovci, e ka përshkruar Petrovcin si mohikanin e fundit. Duhet me të falenderu as pare si student, që na ke mësu zanatin, po jo vetëm zanatin, po ke që mësu së dhe jetës,
Si drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, më të falenderoj për gjithë ato punë e rrotë të mëdha që i bërë, e sidomos për shfaqjen e parë të Teatrit Kombëtar të Kosovës pas luftës, ku edhe ky institucion e ka rinis punën vetë në punën tonë. Emri i tij është sinonim i artit vërtet, në skenë dhe në ekran. Enveri ishte gjithmonë i jashtëzakonshëm. Ai luajti kryerolet të dramaturgjisë botërore, duke i sjellë me mjeshtri, thellësi dhe forcë artistike që rrallë shihet. E vajza e aktorit Petrovci, e emocionuar duke mos e ndjerë prezencën e tij atit në skenë, ku ai rrinte gjithnjë, u shpreh se para se të ishte profesor i aktrimit, regjisë dhe i artit në përgjithësi, ka qenë profesor për jetën. Na ka mësuar se si duhet dashur dhe trajtuar jetën. Na ka mësuar të aduam kombin, vendin dhe me qenë shqiptar si diçka parsore. Kur jam në skenë, jam mësuar gjithmonë me qenë publik dhe i kam kërku sytë e tij për në përkrah. Sot jam prapë në skenë, por s'po e gjej në mesin e publikut. Përkundër karrierës së tij jetësore madhështore, që ka lënë gjunë të mëdha te ne, te populli e vendi jon, unë po kam nevojë të flas sa do pak për babin që ka qenë. Babin për njeriu e mirë e zemër plot, që i ka dash njerëzit pa kushte, e i ka besu, e s'ka besu në të keqen e askujt, se i tillë ka qenë vetë, me njeri, me zemër të mirë e të pastër. Babi ka lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike, por para kësaj mendoj se na ka mësuar të jemi njerëz të mirë, njerëz modest. Para se me qenë profesor i aktrimit, regjisë e artit në përgjithësi, ka qenë profesor për jetën. Na ka mësuar si me e dash e si me e trajtu jetën. Na ka mësuar me dash kombin, me dash vendin dhe të qenit shqiptar si diçka parsore. Kur gjethet binë në vjesht dhe më dukesh në vaj natyrë, për ty s'munde me hesht, si gjethja bjen ftyrë, e zvedhun dhe ngrime si barnët në kallnur, po del kjo kanga ime ankuese, thellë kraknur. Tim ke braktis, qofshin haram njenjat e mia, se lartë dashnis të lindi në zemër pabesia. Keme u pendue, por atëherë ka me qenë vonë, dhe t'u i lotue, do të vije ndërmend dashnia jonë. Aktori Petrovci numëronte me 10 role në teatër e film, me regji të shumta dhe me kontributin e tij si profesor. Ai ndërtoi një trashëgimi të pakrahasueshme. Çmimet, nderimet dhe duartrokitjet e publikut ishin dëshmi e talentit të tij të jashtëzakonshëm, por mbi të gjitha, ai do të kujtohet si një simbol i skenës, një artist që jetoi për artin dhe në fund arkivoli i tij u përcoll me duartrokitjet e publikut, ato duartrokitje që e kanë shoqëruar gjithë jetën dhe që tashmë u bën përjetësisht lamtumira e tij. O skena ime, dashuri